Parku kombëtar i Lumit Vjosa, një prej pasurive më të rëndësishme natyrore të vendit, vijon të përballet me një sër kërcënimesh të evidentuara gjatë monitorimit dhe menaxhimit të territorit. Mes problematikave më shqetësuese, mbetet hedhja e mbetjeve, e cila jo vetëm dëmton peizazhin dhe ndot mjedisin, por përbën një rrezik edhe për ekosistemin e këtij lumi të egër dhe biodiversitetin që ai mbart. Në fakt kërcënimet janë të shumta dhe sigurisht që nuk janë të njëjtës rëndësi. Ka disa kërcënime që ne i ndeshim më shpesh në park dhe ato janë që nga ndotja e ujit, që mund vi për shkak të shkarkimeve nga më të ndryshme, mund vi për shkak të shkarkimeve nga bizneset apo nga shkarkimet urbane. Një kërcënim tjetër është ndotja e mëtimit i brigjeve të lumit dhe kjo ndonjëherë vjen edhe për shkak të veprimtarive që bëhen për të mbrojtur nga përmbytjet. Është një formë kërcënimi kjo edhe për lumin. Një kërcënim tjetër është peshkimi i palishëm, një kërcënim tjetër është janë zhurmat apo janë aktivitetet turistike të pakontrolluara dhe masive, të cilat shpesh shkaktojnë ndotje qoftë akustike apo ndotje mjedisore në zonën që ato ushtrohen. Përballë këtyre problematikave, strukturat e administrimit të parkut kanë ndërmarrë masa në varësi të natyrës dhe rëndësisë së rasteve të konstatuara, theksoi Guga. Rasja jonë e parë ka qenë që të rrisim dëgjësimin. Kjo është masa e parë që ne jemi përqendruar. Pra një formë paralajmërimi le të themi ose informimi për banorët. Sigurisht që ka raste më të vështira, të cilat nuk mjaftohen me ndërgjegjësimin dhe për këto raste ne kemi vazhduar procedurat siç i kërkon ligji. Pra kemi bashkëpunuar me institucionet të tjera përgjegjëse që mund të jenë policia, IKMT-ja, ministria sipas rastit. Ruajtja e Vjosës nuk është vetëm një detyrë institucionale, është një përgjegjësi që kërkon angazhimin e çdo qytetari, veçanërisht në një territor ku natyra mbetet pasuria më e çmuar.